Do të mësojmë se si do të jenë temperaturat për ditët në vijim, por po ashtu edhe ato se si do të jenë ditën e sotme, edhe pse thonë që kohë e mirë duket që në mëngjes do të shkojmë pa humbur kohë me Lajda Porjan nga Metoal. Mirëmëngjes Lajda. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Faleminderit që je gjithmonë e pranishme dhe në fakt ne sot e pam deri diku se si ishin temperaturat për ditën e sotme, por gjithsesi një parashikim nga ju do të na bënte edhe më të qartë ditën e sotme, por po ashtu edhe për të gjithë ata të cilët kanë planifikuar një fundjavë ndoshta për të udhëtuar në vende të ndryshme brenda territorit të Shqipërisë për të mësuar se si do të jenë temperaturat dhe nëse do t'i prishin planet apo jo në bazë të kohës. Në fakt, parametri temperaturave gjatë gjithë këtyre ditëve, përfshirë edhe ditët që mbetet, nuk kanë qenë problematike. Kemi qenë në temperatura tipike vjeshte, me një maksimum 24-25 gradë, në disa zona lehtësisht mbi këtë vlerë. Ajo çfarë duhet të theksoj është që duke filluar që nga dita e sotme, në fakt sonte në mbrëmje dhe gjatë natës dhe në vijim ne do të kemi një ndryshim të situatës atmosferike për sa i përket motit. Janë dy stuhi ciklonare të cilat prej shumë ditësh tashmë kanë qenë në brigjet e Spanjës dhe po zhvendosen drejt Italisë, duke bërë që Sardenja dhe Sicilia të përjetojë këtë stuhi me era të forta dhe me rreshje, dhe gradualisht kjo stuhi do të prekë edhe pjesën më të madhe të Ballkanit. Edhe pse Shqipëria do të jetë në periferi të kësaj stuhie, parashikohet në fakt që dita gjatë natës në mërkurë, pra dita e ejtë dhe dita e premte të ketë rreshje me intensitete të larta. Do jenë disa zona të cilat do kenë më shumë rreshje dhe do jetë kryesisht Vlora, Gjirokastra, Saranda, Tepelena, Përmeti, do jetë i gjithë qarku i Korçës, ku do të kenë shira me intensitet të lartë për gjatë gjithë këtyre dy ditëve, pra dhe të ejtën dhe të premten, që pa diskutim në disa zona të caktuara mund të rrezikohen edhe përmbytje, të cilat do të jenë afatshkurtra. Do ketë rrebeshje shiu kryesisht pjesërisht qendra, përfshirë Tirana, Elbasani, por edhe Fieri dhe Lushnja, dhe më pak rreshje do të kenë zonat veriore, situar do të jenë më pak të rrezikuara. Kjo stuhi ciklonare, e cila po zhvendoset nga jugu i Italisë drejt territorit shqiptar, edhe pse Shqipëria do të jetë në periferi, do të bëjë që për gjatë të dy ditëve, pra të ejtën dhe të premten, ne të përjetojmë një mot me rreshje intensive, her pas here në formë shtrëngatash, do të shoqërohen edhe me një shtim të intensitetit të parametrit të erës, duke bërë që era në vijë bregdetare të jetë relativisht e fortë, edhe 70 km/h, duke sjellë kështu një det të trazuar. Dhe le të themi që duke filluar nga e shtuna ka një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, gjë e cila do të bëjë që rreshtet do të jenë vetëm në zonat malore dhe në këto zona të papërfillshme ose në sasi të pakta. Temperaturat do të bien edhe të njëjtën dhe të premten, për shkak se gjatë gjithë ditës dhe në mesditë do të mungojë rrezatimi diellor, do kemi vranësira re, do kemi dhe rreshje dhe nga 24-25 termometri do të zbresë deri në 19 apo 20 gradë, por që rikuperohet me njëherë në fundjavë. Fundjava disi më e qëndrueshme do të jetë e përkohshme, sepse nga java tjetër ne presim që sërish të rreshjet jenë prezente. Në fakt, le të themi që java e fundit ose pjesa e fundit e tetorit do t'i ketë shumë më tepër dhe më prezente rreshjet, her pas here do t'jenë edhe rrebeshe. Kjo stuhi e cila po vjen drejt territorit shqiptar nuk mund ta quajmë një fenomen ekstrem dhe të bëjë namin sikur ka bërë në brigjet e Spanjës apo në Sardenja dhe Sicili, ku aty do të jetë shumë problematike situata, po do të kemi shira të dëndur, do të kemi rrebeshe dhe nuk përjashtohet që lagje apo zona caktuara të disa qyteteve, siç është edhe Vlora, të kenë edhe përmbytje nga shirat, sepse në një kohë të shkurtër ne presim që të bien rreshje me intensitet shumë të lartë. Që do të thotë, nga mbrëmja e ditës së sotme, ditën e njëjtë dhe të premte do të ulen temperaturat dhe po ashtu do të vendi, kryesisht vendet të caktuara, qytetet të caktuara ato që ju përmendët, Korça, Vlora, në mos gaboj. Edhe Elbasani do të jetë me rrebeshje, do jetë vetëm veriu më pak i mbrojtur, do të ketë edhe aty rreshje, po aty rreshjet nuk do të sjellin probleme. Qendra dhe kryesisht do të është jugu dhe juglindja, i cili do të jetë më i prekur nga kjo stuhi, se pikërisht kjo stuhi po do të nga jugu i Italisë në jugun e Shqipërisë, më pas do stacionohet në brigjet greke dhe aty do qëndrojë më gjatë, aty do ketë edhe më shumë rreshje. Do të kemi një qetësim të shtunën të dielën për të rikthyer me rreshje sërish në fillim të javës që vjen, apo jo?
Po, në fakt është e paqëndrueshme, megjithatë mund të them që temperaturat për gjatë këtij muaji kanë qenë tipike të vjeshtës, 24-25 gradë do të jetë vlera nëse flasim për vlerat normale të tetorit dhe pothuajse në këto vlera kemi qenë. Ka patur 2 apo 3 ditë që është e kaluar, megjithatë krejt ndryshe nga tetori ka qenë me tipare shumë të ngjashme të vjeshtës për sa i përket temperaturave, por gjithashtu dhe rreshjeve. Nga ana klimatike, tetori është normalisht i lagësht, pra le të themi që vjeshta e Shqipërisë, nëse flasim për kushtet ideale, pa i futur këtu ndryshimet klimatike, duhet të jetë i pasur me rreshje, kështu që java e fundit të tetorit do t'i ketë më prezente këto rreshjet stuhit që zgjasin një më shumë se 2 ditë. Shumë e qartë dhe të falenderoj shumë. Falenderoj edhe. Të uroj një ditë mbar. Faleminderit edhe ju.